Në ditën ndërkombëtare të gruas, Star Plus ka sjellur historinë e Zenepe Dibrës, simboli i fuqisë dhe suksesit të gruas shqiptare. Me një karrierë të gjatë në fusha të ndryshme, ajo ka dëshmuar se dëshira, pasioni dhe përkushtimi mund të çojnë drejt arritjeve të mëdha. Unë rrjedhi për një familje të thjeshtë, shkodrane, qytetare. Baba jem ka qenë në punë, nëna ka qenë shtëpiake. Unë kryesisht kam qenë një fëmijë që e kam pas qef lojen, gëzimin edhe më duket se kena kaluar edhe momente të bukura edhe atëherë. Kam qenë një vajzë që kam qenë dhënën shumë mas mësimeve, kam mësu shumë, kam dalë gjithmonë me rezultate të mira. Mësanejna ato shkallët e dijes edhe të arsimimit janë me rrallë nga shkolla fillore, në shkollën 7 vjeçare, të mesme dhe deri në universitet. Unë kur isha në klasën e 9 bashkë me një shoqen teme, kalume prezër rezultateve të nalta, na banën që na mësu me versë, dhame dhe provime dhe kalume nga klasa 9, kena kalu në matur. Mësanejna na doli e drejta studimit më ka dalë për inxhinjerinë ndërtimit. 5 vjet kam në Tiranë, ku kam marrë dhe diplomen inxhinjere ndërtimeve civile dhe industriale. Dhe mas kësaj, masanajna vazhdan jeta me emnime në komitet ekzekutiv në zyrën e projektimit, kam qenë inxhinjere ndërtimit, kam kalu masanajna në universitetin në filialin e Universitetit të Tiranës, ku aty kam qenë pedagoge. Mas asaj në drejtoresh në shkollën e ndërtimit, drejtoresh në ndërmarrjen e drejtorisë së mirëmbajtjes së rrugëve për pjesën e rajonale veriore. Gjatë kësaj jam marrë me punë shoqënore, kam kriju një shoqat gruaje intelektuale shkodrane. Përveç se një inxhiniere suksesshme, Zenepe është edhe një shkrimtare e talentuar, duke botuar rreth 14 libra kushtuar gruas shqiptare. Fillova me gratë e Shkodrës, si që ju thash, bijat e Rozafës, gratë shquarat hapësirës shkodrane, që ato kanë reflektu fisnikërinë, mirësinë, devotshmërinë e Rozafës. Nga ky libër me që pati shumë jehon, unë nisa dhe thash, po pse të mos bëj edhe një fjalor enciklopedik për gruan shqiptare në përgjithësi. Mas kësaj janë vazhduar mësanejna edhe me libra të tjerë, a kupton, për shembull gruaja shqiptare në vështrimin e tjerëve. Por masanejna konditat social-ekonomike të grus kanë qenë shumë të vështira në Shqipëni, për arsye se kanunet të ndryshme e kanë detyruar atë që të rrinë vetëm brenda kornizave të shtëpisë. Zenepe ka edhe një këshill për të gjitha gratë shqiptare. Unë gjithmonë them se vonë nuk ka kurrë. A kupton, ka shumë gra që për shembull në shoqatën tonë na kanë ardhur gra edhe me moshë të madhe, që e kanë gjetë vedin, i kena aktivizu. Këshilla jema është që duhet me bë përpjekje vazhdimisht, se nuk të vjen kush me të thonë, a kupton, duhet veti me i dhënë vedit, si i thojmë na. Se nuk mjafton vetëm punë të shtëpisë edhe pimja një kafe me shoqet. Natyrisht që të gjitha kanë rëndësinë e vet. Që gruaja nuk i lën kurrë, edhe shkencëtare me kanë do të merresh me punë të shtëpisë, me edukimin e fëmijëve. Por kjo në shoqëni ka një angazhimi në shoqëni, ka një vlerë të veçantë se të popularizon, të ban me kanë më mendje hapur. Ndërsa nuk mungon edhe një urim me rastin e festës së 8 marsit. Ndriten emocionohem shumë kur flas për gratë shkodranes, sepse ato kanë merita të jashtëzakonshme. Dhe unë du që për këtë 8 mars të uroj të gjithë këto gra, që të kenë shëndet, jetë të gjatë, të kenë lumëtorinë në familje, të edukojnë fëmijë sa më të mirë. Ju uroj gjitha të mirat, duke i uru që të rrisin edhe kontributet e tyne për shoqërinë. Në këtë 8 mars, historia Zenepe Dibrës shërben si një mesazh frymëzimi për të gjitha gratë shqiptare që të ndjekin ëndrat e tyre.